Në aspektin gjuhësor, el haid do të thote diçka me rjedh, rjedhje. Për shembull arabët thonë hadha al-wadi, rjedh lugina, do më thonë kur rjedh ujë apo po marrë parasysh diçka. Apo thonë arabët edhe hadhati shajara, rjedh pema, do më thonë kur lëshon lëngun e saj. Pra, nga kjo rjedh edhe fjala haud, që do të thotë pishin. Pse quhet haud? Nga se ati rjedh ujë. Pra, në aspektin gjuhësor, haud apo hada do të thote me rjedh diçka. Ndërsa në aspektin terminologjik, fukahat hanefit japën këtë përcaktim apo këtë definicion. Thonë, haid do të thote, do më thonë të përmuajshme, do të thote gjaku i cili rjedh apo i cili del nga mitra e gruas që është e moshritur, që do të thotë të përjashtohet nëse është e gruaja jo e moshritur, dhe ai gjak nuk rjedh si shkak apo si pasojë e ndonjë smundjes, e as si pasojë e shtatzanis, gjithashtu edhe gruaja thot e cila nuk i ka arritur 55 vjet. Do me thonë, shifni sa mirë e definojnë dietarët gjakun el haid, që del do me thonë nga mitra e gruas, e cila ka edhe rregullat të posaçme në fikun islam, edhe prandaj kanë hy dhe e kanë definu mirë. Pra si thënë, gjaku i cili del nga mitra e gruas, do më thonë nëse del nga dikun tjetër, atëherë ajo nuk quhet haid. Gruaja moshritur të jetë, do thotë nëse del rjedh gjak nga një vajzë e cila nuk është e moshritur, ajo do thotë se nuk rjedh nga mitra, do më thonë ka tjetër dispozita jo. Dhe të mos jetë si shkak i kuj i smundjes, la da e fiha. Do më thonë të mos jetë shkak i kuj i smundjes. Dhe të mos i kish mbri apo kalu 55 vjet gruaja. Do më thonë në atë mosh kur ma e humb shpresën për lindje. Që do thotë gjaku i rëndomt është haid. Ai gjak i cili duhet të rredh patjetër çdo muaj, edhe ditët se sa si do t'i tregojmë inshallah në vijim. Pra Imam Shafiu radiallahu anhu thot se më herët që mund të vinë menstruacionet të gruaja apo të femra është thot 9 vjet, 9 vjeçare. Më herët thot 9 vjeçare dhe tregon thot se grave të Tuhames u kanë ardhur 9 vjeçare. Edhe prandaj mund të dëgjoni se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas raste, jo raste, po plot ka pas raste e rëndomt ka qenë edhe jenë martuar edhe me 9 vjeçare. Do të thotë sikur me qenë tash në kohën e sotit 18 vjet, 17 vjeçare, 18 vjeçare, 20 vjeçare. Në rregull. Tani, shkurtimisht, ta definojmë këtë, thot haid apo menstruacion
është e një gjaku i rëndomt i natyrshëm, i cili del në cikle mujore të rregullta nga mitra të moshriturave dhe nuk rrjedh asesi nga gratë të cilat janë shtatzanë, e as gratë të cilat i kanë kalu 55 vjet. Që do të thotë, nëse nuk i plotëson këto kushte që i përmendëm, atëherë nuk quhet haid, do më thënë nuk quhet menstruacion apo të përmuajshme.